Me që këne deri tani, mos merë, ta shti më falë që, ta shpethëm të mamë, mos merë burë që ka pas gra tjera fëmi. Unë e vajzë re. Unë e martu 38 vjeqe. Kur s'kam pranu, që për shembull që është ai mentaliteti. Thosha, gjithmonë se unë më shkollë, do marrë një burë më shkollë. Ose ne femra që kemi nuk duam të marrim një burë më shkurt se sa veten. I kemi pas sa gjëra, di? Që i përcetoni. Kurse familja, familjen, kur kam dalë më takue, i kam treguar babait, nënës edhe vllait madh. Këto ishin në shtëpi. Ani më thanë, shko pa problem, takoj e tha, bisedo, vim shtëpi dhe flasim e diskutojmë. E takova gjitha ma, vetëm që desha të thëmë të mama, veç mama se s'ka qenë dakord se me që këne deri tani, mos merë, ta shti më falë që, ta shpethëm të mamë, mos merë burë që ka pas gra tjera fëmi. Mos merë vejan. Mos merë, me që këne deri tani, pritë e merë një burë, një gjallë, dhe më thonë, jo të martume, jo kështu me kalamaj e kënej. Kursi tjetë dhe më thonë, vendas vetë. S'dona me të aprish, vendas vetë, dhe unë vendosa vetë. Arifi tha se dashuria nuk blehet me para, ajo dhurohet me dinjitet, duke theksuar se Anilën e do me plot zemër e nuk do ta ndërroj me asnjë tjetër. Në lule i kom ble nusës shpesh i kom ble, edhe më të vërtet njeri dhëtë me konë krenar, kërja që nusës vetë një lule. Se është një sen si për respekton në dashni, se tash ta një jetër, unë vetëm me ta kam e qu. Unë s'kam kam e qu, unë pasuni kam bëllë. Unë i kam edhe 2 shtëpia të mëdha në Gjermani, e kam shtëpinë më të mëdha se këto. E kam, plus e kam qetën, e kam Thüringen. Qam ka dhe shtëpiet i Zoti më ka dhuru. Se kam pas shumë zemrën e mirë. Sepse jep shumë, këndimon shumë. Tura xhamin ato si do, këto me djalagje kem marru bashkë. Që ato të Sabani Asharit e kom rregullu këtë mrena. Në Laushë kom dhonë 11.000 euro për shtëpiat në onët motrës, për xhamia. Tura ato shtëpia si është e nalt, ato 2 shtëpiat me material temin janë marru. Unë të jetën kam dhuru, unë ku të di si është një njeri i varfën, nuk ka. Unë e shkoja që i vetë të shtëpia. Se në 2 janë nuk kam me marrë as një sen, e marrë një fjallë të mirë, një lavë të mirë, edhe çdo njeri, çdo shqiptar si është, nusja është një antar i familjes tonë. Dohet më ia drejtat, dohet me dalë me pi kafe me ta bashkë. Se nuk janë sikur macat shtëpijake mi mbajt në sofër. Po dohet me konë një drejt njeri me nuse, i barabartë. Ska, nëse ti nuk i barazi me nusën tane, ti nuk i lumtur kurrë. Pse unë shkoj të pi kafe në qytet ato me 10 vetë, 20 vetë, jo mërë, po dalë me nusën tame po pi kafe. Pse shkoj të jepi dikuj akullore me humër, pi jepi nusës tame. Po atëherë dhurata cila ka qenë, pasi po thu për krejtë të tjerë ke ba, po për grunë çka bën? Vallai grus, ja kum blejes klase, ja kum dërzu, Mercedesin, edhe kerret më të mira që i blej nusës ja blej. Para 3-4 ditë e shiti e klasën si ja mora 30.000 euro. Dhuratat më të bukura e për kësaj. Burrat edhe gratë ka njëherë e këshyrin njëri tjetrin për pasuri. Ka ndiku kjo, ndoshta pak edhe tek te, ose ke pas fjallë, e ka gjetë që burë se po shoh që i pas ka të natë mira, adrenet i ka, edhe pse jo. Jo, Shete. po, okej. Unë në radhë parë, nga pasuria nuk e kam shiku. Gjithmonë kam thonë, vetëm për shembull, kur ta kem fatin, kam thonë gjithmonë një zanat vetë ta di. Vetëm një zanat ta di. S'ka rëndësi. Edhe mjeshtrisi jam për thumë. A me shkollë, a mekanik, o diçka veç zanat. Se zanati s'len. Nuk len keq me heq.